Miq të Piskut, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë dhe t'jeni gjithmonë në kërkim të mirës. Dhe kjo është ajo lufta dhe misioni i kësaj edhe për të jetuar shëndetshëm dhe menduar pozitiv. Një ndër to janë edhe ata që punojnë në fushën e real estate-it, të pasurive të paluajshme, siç janë edhe kolegët e Centri IC1 dhe veçanërisht të Centri IC1 Astoria, ku sot jam me Gentian Zenelin, koleg shumë i mirë, profesionist, që i jep një kontribut veçantë në këtë fushë. Gent, falenderoj shumë që je pjesë e Property Cast. Përshëndetje Altin, falenderoj shumë për të kohë që na jepni që ne të shprehim mendimet tona. Ashtu siç thatë dhe ju, është shumë e rëndësishme që mbi të gjitha ne të jemi pozitiv në lidhje me gjithçka që bëjmë, jo vetëm fushën e real estate-it. Por së pari, desha të bëj një prezantim vetes. Quhem Gentian Zeneli, ashtu siç e thatë dhe ju, jam prej 2 vitesh pjesë e Centri IC1 Astoria. Do thonë ju si lindi kjo dëshirë për qenë pjesë... Mi kaloj gjithë pyetjet, iku do ta bëj vete, ka më tha, do ta marr misionin edhe të gazetarisë, përveç real estate-it. Gendi vjen nga fusha e mësuesisë, pra është një profesor për edukim fizike. Si profesion parë kam mbaruar fakultetin e sporteve, që sot është bërë universitet. Kam ushtruar profesionin e mësuesit edukimit fizik. Gjithashtu kam punuar në pjesën e menaxhimit pronës, kryesisht në pjesën e restaurime toaleteve, restaurime të apartamentit nga e para, dhe duke parë edhe si një nevojë, domethënë në ditët e sotshme, menaxhimin dhe shitjen, mendova që t'i lidh të dyja elementet së bashku, shitjen dhe menaxhimin njëkohësisht. Dhe kjo ishte një arsye tjetër që unë u futa. Pra Xhak e qenë deri diku pjesë e kësaj fushe. Po, kam qenë pjesë e kësaj fushe. Po sa kohë është që je bërë pjesë e real estate-it, tamam që si profesionist. Si profesionist, pjesë e real estate-it tashmë po bëj gati 2 vite. A duket sikur mëson çdo ditë në këtë fushë? Jo vetëm këtë fushë, po unë mendoj që ne mësojmë në çdo fushë tjetër. Çdo gjë hecën, ashtu siç ndryshon dhe shoqëria njerëzore, ashtu ndryshon edhe ndërtimi, ashtu ndryshon dhe cilësia, ashtu ndryshon mobilimi, ndryshon gjithçka, domethënë. Kështu që unë mendoj që ne jemi gjithmonë në një ndryshim të vazhdueshëm dhe nevoja për të përmirësuar është gjithmonë prezente. Edhe një agent që elementet e një prone, njeh cilësinë e ndërtimit, njeh mënyrën e mobilimit, njeh gjithë pra këto elementet që përbën një pronë, besoj se është shumë e rëndësishme për klientin, që ne se do blej. Ne më pas do të kalojmë edhe në një aspekt tjetër, le të themi në një dimension tjetër, për sa i përket gjitha kësaj që thatë ju, për sa i përket cilësisë ose le të themi epokës moderne ku po shkon edhe orientohet edhe ndërtimi sot, mobilimi e tjerë, po do kalojmë një pikë shumë të rëndësishme ku është edhe ajo pjesa e psikologjisë, le të themi të gjithë atyre njerëzve dhe klientëve që ne përballemi çdo ditë. Por Gent, doja të dija më shumë për sa i përket mendimit tënd në lidhje me këtë fushë. Qa emocioni të jep? Çdo ditë kur zgjohesh, kur nisesh të merresh me këtë punë? Shiko, marrëdhënia me klientin në çfarëdo lloj fushë, sidomos në aspektin e shitjes, jo vetëm fushën e real estate-it, por edhe në fushat e tjera, është një marrëdhënie shumë e bukur. Domethënë, ku merresh me njerëzit, kontakti me njerëzit. Spari në këtë fushë duhet të kesh shumë zhvilluar empatinë. Pra, që shpesh të vendosësh vetën në pozicionin e atij tjetrit. Bravo, shumë e bukur. Duke pas zhvilluar empatinë, patjetër dhe psikologjia është një element shumë i rëndësishëm që futet këtu. Por themi shpesh çfarë na duhet psikologjia në këtë industri. Ashtu si në çdo industri tjetër dhe në real estate, psikologjia po të japim një përkufizim të thjeshtë, domethënë është mënyra se si ne marrim vendime, vendosim emocionet dhe perceptimet tona për të marrë një vendim ose për të bërë një investim në fushën e real estate-it. Për sa i përket psikologjisë, psikologjit janë ka disa komponentë që përbëjnë psikologjinë. Është psikologjia për sa i përket blerësit, psikologjia e shitësit, psikologjia e investitorit dhe psikologjia e
le të themi e negociatorit të mirë për të mundësu një blerje ose një shitje të mundshme. Këto janë ato gjitha hallkat që një agent shitës përballet me të katërta. Po, përballet me të katërta. Po. Përballet me të katërta sipas rastit. Po cila është ajo më e vështira, përballja më e vështirë nga eksperjenca që ke? Ose kush është ai klienti, le të themi, që si e blejmë ne një klient? Pra që ti blejmë mendime, ta shohim ku rre, çfarë kërkon ai. Nëpërmjet bisedës, diskutimit. Nuk mund përcaktojmë, nuk mund ndajmë vështirësitë e një klienti, po themi blerës, shitës apo investitor në aspektin psikologjik. Ajo që mund të them është që një blerës shpesh blen me emocion dhe justifikon me logjik. Por këtë nuk është se nuk e ka klienti shitës, le të themi. Shpeshherë blerja me emocion, ne themi është një lloj teorie 10 sekondshit. Domethënë në momentin që ne përshtypja e parë, në momentin që një klient futet në një pronë, nëse brenda 10 sekondash ti klienti i pëlqen ajo pronë dhe ne si agent mund të lodhemi dhe mund ta zbukurojmë si duam, por nuk do arrim askund lidhje me, pra është ajo goditja e parë, le të themi. Pastaj Po kjo nuk kupton që ne, ai e dha goditjen ose shkëndijën e parë, por po le të themi dhe ne tërhiqim, ky do e bë dhe hajt po. Jo, ne do të vazhdojmë, do të jemi ne do të vazhdojmë sigurisht që të plotësojmë me komponentet e tjerë, pra siç e tham, që është pjesa e justifikimit logjik. Domethënë që kjo pastaj ka edhe element tjerë që besoj të diskutojmë. Një agent i shitës nuk është vetëm ajo që e pëlqeu tjetri, klienti. Jo, nuk është kjo. Kurse për sa i përket psikologjisë shitësit, shpesh shitësit janë dhe të vështirë nga natyra. Janë më të vështirë se sa blerës. Janë më të vështirë për faktin sepse pronën mund ta lidhin dhe emocione, mund ta lidhin me fëmijërinë që kanë kaluar atë pronë, mund ta lidhin me elementë tjerë, domethënë familjar që gjithmonë kanë tendencën që ta mbivlerësojnë pronën e tyre. Dhe është detyra jonë si agent imobiliar që të rrim një lloj balanci, gjithmonë pa le të themi thojza e ofenduar në raport me çmimin ose pronën ose mbivlerësimin e kësaj prone, por që ta bindim duke përdorur dhe mjete krahasuese që jemi domethënë në rrugën e dur ose si mund veprojmë për të pasur një negocim ose një bashkëpunim sa më të mirë. Për sa i përket psikologjisë së investitorit, investitorët shpesh mendojnë vetëm a do t'i kthehet investimi që ato po bëjnë. E shohin biznes. Pasër fare. Është edhe, për sa përket kësaj pike, është edhe pak e çuditshme, ndonjëherë na bën edhe të qeshim kur ka raste kur ne kemi ndonjë pronë ose objekt ose një biznes caktuar që duam ta japim, domethënë që kemi klientin dhe dua të gjejmë klientin që të investojë. Gjithmonë është e pyetja, po sa do fitoj unë ose çfarë garancie, çfarë siguri më jep ti, domethënë. Siguria është një element që përfshihet këto tre komponentët. Vërtet. Ne gjithmonë si investitori, si blerësi i thjeshtë i një apartamenti, qoftë dhe një pensionist që do të blejë një pronë, domethënë gjithë kemi nevojë që të kemi këtë siguri. Siguria është një ndër elementet kryesorë, si siguria në procesin e ndërtimit, si siguria në procesin e dokumentacionit, por që kjo siguri të merret nga klienti është dhe detyra jonë, domethënë është mënyra se si ne e transmetojmë ke klienti këtë lloj, sepse mund të jetë gjithçka në rregull, por mënyra e prezantimit nga ana jonë mund të jetë e gabuara, edhe ndikon dhe psikologjikisht tek klienti, do të them. Në momentin përderisa ju thotë që komponenti i investitorit, pra i rastit të investitorit, pra ose hallka e tretë e të katrave, është ajo që është më e vështira. Çfarë bëhet që ne ta çojmë atë drejtimin e një negociate suksesshme? Shpesh dhe themi nga eksperjenca ime personale, investitorët kanë tendencën që le të themi të bëjnë vetë me stafin e tyre, jo vetë drejt për drejt, të bëjnë rolin e agentit. Duhet një punë shumë e madhe nga ana jonë, mendoj unë, bindse, që është rruga e dur, zgjedhja e një agenti me përvojë dhe me eksperiencë në këtë drejtim, sepse do të shkurtoje kohën e shitjes së këtyre apartamenteve, do të ofroje vazhdimsi, duke ofruar siguri gjatë gjithë procesit. Pra, do bësh më i besueshëm,
do jesh më si ta them, do jesh në treg, domethënë më agresiv, në çdo drejtim. Është dhe komponenti i 4, që është komponenti i psikologjisë së negociatore, që është një ndër komponentët të vështirë, bëhet më i vështirë në rastet kur ne kemi klientin blerës dhe shitës, që duhet të rrujmë një lloj balanse midis kur i ke të dy. Kur i ke të dy, pra, duhet të rrujmë një balans midis të mbrojmë interesat dhe të palës blerës dhe të palës shitëse, gjë që është pak e vështirë, por jo e pamundur nëse ne arrim të menaxhojmë pra këtë lloj psikologjie të dy palëve. Por që të arrihet kjo, paraprakisht duhet të njihen dhe të identifikojmë natyrat e të dyja palëve. Tu gjithë pesha është tek agenti që tërhiqe mos e kput le themi këto dy anët. Njëri thotë jo po s'ka këtë, ose pasiguritë që ka, ose për sa përket atë negociatës, se çmimet që është ajo hallka e fundit le themi për ta përmbyllur të gjithë procesin e asaj gjës që nisin fillimet le themi, është një nga hallkat e para që fillohet pastaj edhe procedurat e tjera, sa do ma uli, sa do ma bëj, gjithë kanë atë tendencën dikush që ta shesi më lart, dhe klienti tjetër që thotë ta marrë më lirë thotë që të fus një investim të ri le themi. Pra, për ta lidhur dhe me elementet që thamë më sipër, janë gjitha ato që përmendëm më sipër, pra është domethënë është merit e agentit që të menaxhojë këtë lloj psikologjie dhe prandaj cilësova që është një ndër komponentët më të rëndësishëm në momentin që merresh me të dyja palët, me klientin blerës dhe shitës. Kjo ndodhet edhe në raste shumë trava, kur një agent i ka të dyja palët. Marrë shkas edhe nga Centri 21 që ka prej 43 zyra dhe më shumë se 500 agent në tregun imobiliar në Shqipëri, ku bashkëpunimi është shumë i frytshëm dhe nga eksperiencat e mia personale kam pas dhe raste të tilla, kështu që janë menaxhuar më së miri në momentin që është bërë edhe një lloj analize paraprake të dy klientë, në momentin që ne do prezantohemi, duke identifikuar gjithë kërkesat e të dyja palëve, domethënë dhe duke i trajtuar ato me shumë kujdes. Interesante, të katra komponentët që të shihen dhe të rishihen her pas here për të plotësuar dhe për të arritur le të themi në profesionalizmin maksimal për të qenë sa më afër klientëve si blerës dhe shitës. Çfarë është më rëndësishme për një blerës kur kërkon shtëpi? Si siguria, komoditeti, investimi, afatgjat? Këto janë tre komponentë që ne nuk mund t'i ndajmë nga njëra tjetra. Siguria është një element që çdo kush do e donte, komoditeti gjithashtu, edhe plani investimit patjetër. Në momentin që një klient do të investojë, do të blejë diçka në kohën e tij, normalisht kur i ke të treja ka kosto më të janë të treja komponentët, por nuk mund ndodh për mendimin tim që të treja komponentët ne t'i përfshijmë në një blerje. Për mua nuk ekziston perfektja, idealja në asgjë, jo vetëm në fushën e real estate-it, po në asnjë lloj fushë. Unë kështu e mendoj personalisht. Kështu që ne duhet të fokusohemi në një nga elementet që ne shikojmë që klienti le të themi i mshon më tepër. Domthonë, nëse e ka sigurinë, elementin parësor, ne do të fokusohemi ke siguria. Nëse e ka komoditetin, ke kjo, domethënë paktën një ose dy element ne do të fokusohemi, sepse ndodh që një nga këto tre element nuk përshtatet kurrë dhe kështu i bie që do jetë vështirë që të zgjedh klienti pronën e dur, le të themi, sepse nuk janë vetëm këto element, por ne shpesh hasim problematika edhe të natyrës që klienti kërkon një apartament me ajrose natyrale, por e kërkon që të ketë dhe balkon. Domethënë, mund ndodh që t'i ketë të dyja, mund ndodh që mund të ketë vetëm njërin, por s'ka tjetrën, ose mund ndodh që shpesh një apartament ai ka ideuar një plan mobilimi tjetër dhe aty i shfaqet një kolon që i prish gjithë strukturën pra brenda planimetrisë, i prish gjithë strukturën e idesë së mobilimit të tij, kështu që ka dhe element tjerë pengus, por këto janë tre elementet bazë. Kjo mund të jetë ajo që i lën edhe pengë edhe për sa përket asaj prone, mos që kolona çdo ditë përpara. Kështu që është edhe detyra jonë dhe në aspektin psikologjik, le të themi për një bindje, thojza, që heqim dorë nga disa gjëra që janë më, le të themi, më pak të rëndësishme se diçka tjetër. Për sa i përket sigurisë, kam përshtypjen që ka ndryshuar ndër vite dhe kemi shkuar drejt përmirësimit edhe tek ata që janë sot ndërtues, ku me ndërtime që bëhen të shumta në Shqipëri, është një hallk që deri diku ka marrë drejtimin e duhur. Po, kjo është e vërtetë që ka marrë drejtimin e duhur, materialet e ndërtimit kanë një cilësi tjetër,
mënyra si ndërtohet, domethënë ka goxha përmirësim raport me vitet më parë, kështu që ky element besoj që në bindjen e secilit që do të investoje, është një element që thjesht duhet ta mendoje, por me veten, por jo të dyshoje tek siguria e ndërtimit. Çfarë do të marrim parasysh për të identifikuar atë frikën e një klienti për sa përket atë se çka mund të sjellë një blerje në pasurinë e paluajtshme. Frikat që mund të ketë një klienti blerës, le të themi. Frikat janë të ndryshme, nuk mund përcaktojmë domethënë një frikë, por zakonisht ne frikën e identifikojmë me mënyrën se si ai heziton në momentin që ne e prezantojmë. Në momentin e prezantimit të një prane të parë, ne duhet arrijmë të kuptojmë se cilat janë këto frikëra, që në momentin e identifikimit ne duhet i trajtojmë këto frikëra. Dhe si trajtohen këto frikëra? Trajtohen duke i kushtuar rëndësi pikërisht asaj frike që klienti ka. Këto frika mund të jenë ndryshme, mund të jenë frika që dokumentacioni mund mos jetë i rregull, pavarësisht se ti mund ta kesh, por detyra jote që ti jesh i hapur me klientin që ti t'ia paraqesësh gjithçka ashtu siç është e shkruar. Mund të jetë frika e një rishitje, gjë që nuk ndodh në kohët e sotshme. Ka ndodhur, historia ka treguar, por paktën nga viti 2015 e këtej me anë të rregullimeve ligjore, edhe kjo gjë është përmirësuar, domethënë dhe ky element duhet të hiqet nga mendja e blerësve. Nuk kam pas raste personale që të ketë ndodhur diçka e tillë. Para këtyre viteve po, por në psikozën tonë, në psikologjinë tonë, këto gjëra ngelin gjurmë, domethënë mbeten si gjurmë, edhe na pengojnë në procesin e vendimarrjes. Ne si agent, çfarë duhet bëjmë për ta eliminuar deri diku ne në Center 21? Astoja, le të themi, me këtë podcastin, Property Cast që po zhvillojmë edhe këtu me kolegët tanë, siç është edhe rasti yt sot, deri diku po vrasim edhe në fond vrasim këtë frikën që kanë edhe klientët ose qytetarët shqiptarë dhe të huaj që janë të interesuar për të pasur një pasuri të paluajtshme në Shqipëri. Që edhe mungesa informacioni, le të themi që është ajo që krijon një lloj hendeku të madh, një lloj barriere paragjikuese në distancë. E vërteta ne këtë lloj frike, ne si rrjet shpesh e luftojmë me imazhin që ne kemi. Domethënë seriozitetin që ne kemi në punë, si rrjet, si agent dhe total dhe personalisht si agjenci Center 21 Astoria. Domethënë me seriozitetin që ne tregojmë përballë klientëve, kemi treguar që eliminojmë dhe këtë lloj frikërash, pa u fut në detaje pastaj. Domethënë është thjesht ai perceptimi i parë i një agenti të këtij rrjeti që punon me seriozitet dhe me përkushtim ndaj klientit. Le të themi që edhe informacioni çdo ditë në terren duke takuar me klientët, me njerëz, kjo bën që e ka zbehur, le të themi atë frikën dhe na ka sjellë sa më afër njerëzve. Po. Të qenurit sa më afër njerëzve, të qenurit se është profesion edhe për njerëz, siç e thamë edhe që në fillim. Shiko, blerja e një prone është gjëja më e rëndësishme në jetë për çdo kënd, sepse secili nga ne lufton për një pronë për banim, por lufton dhe për të vendosur prona për pasuri. Domethënë, gjithë ne në tërësi luftojnë për diçka të tillë dhe nuk ka një njerëz që ti mund ta takosh dhe nuk do që të investojë në një pronë. Vërtet, ka ndryshuar dhe perceptimin nga shqiptarët. Kështu që le të themi është halli i gjithëve, edhe i ne agjentëve, po edhe atyre që blejnë dhe atyre që shesin. Le të themi që jemi gjithë për të njëjtin qëllim. Pozie, merren gjithë si ato ingredientë, le të themi është po bëhet një gatim shumë i mirë dhe në Shqipëri që të gjithë kanë atë rëndësinë e vet, pra le të marrë sikur bëhet një lloj gatimi dhe të gjitha njëra nga këta të mungojë, normalisht nuk ka të shihen dhe le të themi perceptimin e duhur për sa përket asaj finales madhe, domethënë që të dy palët mbeten të kënaqur nëpërmjet punës që realizon një agent shitës. Vjen mirë që ti e krahasove me pjesën e gatimit, është krahasimi i dur, sepse mund bën edhe krahasime të tjera miq. Sepse ashtu siç unë thash që gjithë luftojmë për një pronë, edhe për të ngrënë dhe për të ushqyer dhe për të gatuar, besoj se është një proces i njëjtë me pjesën e pronës që ne
Po, Gjithë- është i njëjtë, por edhe duke pasur në një pronë të mirë, pastaj bëhet akoma më e shishme dhe gatim që keni. Po patjetër, duke pas një pozicion të dur të kuzhinës, domethënë do jetë dhe akoma më interesant dhe më frymëzues dhe ai që do gatuje. Është e vërtetë dhe këtë për gjitha këto keni Gen Zenelin për t'ju asill edhe informacionin e duhur për t'ju çuar në konkretizimin e një prone dhe një pasurie të paluajtshme ideale për jetën tuaj, për të parë psikologjinë e çdo klienti, çdo njeriu shqiptar, pse jo edhe të huaj, që të investojnë në Shqipëri për mbarvajtjen e jetës tyre. E vërtet. Gen, duke të falenderuar shumë, do të kaloja një pyetje tjetër që është shumë e rëndësishme që ndahen le të themi ato etapat jetësore të çdo njeriu, le të themi, çfarë mënyre ndryshon motivin e blerësit në varësi të fazës jetës së tij, një çift i ri, për shembull, një familje që po rritet, se kanë ata që në fillimet nuk kanë pasur mundësi, kanë qenë çift i ri, është faza, le të themi, ata që të parët që investojnë. Pastaj rritet familja, një fëmijë, 2 fëmijë, 3 fëmijë, kërkojnë që të zgjerohen, të marrin një shtëpi, ndoshta edhe investojnë. Pastaj është edhe faza tjetër, cikli mbyllës i jetës për çdo njeri si për pensionistët. Pra ku ndryshojnë këto? Këto tre elementë ndryshojnë midis njëra tjetrës, pra ashtu siç ju e përmendët, një çift i ri, unë mendoj që fillimisht në momentin e parë që investon, duan një pranë që të jetë e arritshme ekonomikisht. Domethënë çfarë do të thotë që mos investojnë vlera të larta monetare. Por kjo është mënyra e dur, por për mendimin tim dhe jo e dura, sepse momentin e kalimit në fazën e dytë të zgjerimit të familjes, ti pastaj në këtë fazë je detyruar që të investosh në një apartament ose një pranë më të madhe, me një dhomë më tepër, sepse fëmijët do rriten, kërkojnë hapësirat e veta, do rritet dhe kërkesat e tjera në raport me pozicionin e këtij apartamenti, me institucionet arsimore afër, me shërbimet, me facilitetet që të ofrohen përballë ose afër kësaj prane. Është vërtet ndjes se po shkëput, por është rasti më i fundit që kam pasur, nuk mund ta mbaj dot brenda vetes, përderisa ne nuk mund të flasim vetëm teorira, pra ky është një bashkëbisedim siç po bëjmë me Gendën dhe kolegët e tjerë, që ne do të jemi sa më afër njerëzve dhe realitetit. Dhe unë këtu kam një, le të themi, rezervë timen, për sa i përket një rasti që para pak ditësh kisha një klient që donte të merrte në zonën e Astirit, donte të merrte një pronë dhe nuk e mori për shkak se vazhdon akoma ndjehet mungesa e të pasur një institucioni arsimor, siç është një shkollë, një kopësht dhe prindërit e rinj, se zona e Astirit një zonë që po merr zhvillim shumë dhe ka marrë dhe po merr vazhdimisht. Vërtet. Por prej vitesh është premtuar që të ketë një shkollë, të ketë institucionet bazike, le të themi, si arsimi, shëndetësia, këto mund të jenë ndoshta më kryesore që të ndërtohet një komunitet i caktuar. Është e vërtetë. Dhe kjo është ajo që ne e hasim si pengesë dhe që na prishim punë në procesin e punës tonë nëpërmjet klientëve, jo vetëm për ne, por edhe për vazhdimsinë e jetës për çdo qytetar. Kjo ishte thjesht një qëndrimi imi për sa i përket situatës aktuale. Është e vërtet, këtë qëndrim e kemi ne gjithë si agent, përgjithsisht. Zona e Astirit është një zonë tepër e zhvilluar, që është një nevojë e jashtëzakonshme për ndërtimin e një shkolle të mirë, sepse konsiderohet si një pjesë e mirë e Tiranës. Domethënë, dhe do jetë akoma dhe më cilësore nëse do ofrohen gjitha këto lloj shërbimesh. E kisha edhe si parantezë, le të themi që të gjithë institucionet përkatëse ose vendimarrëse, qeveritare, politike, që mos më e kthyer edhe shumë politike këtë bashkëbisedim, por është shumë e rëndësishme që edhe vetë këta duhet të kem parasysh, pra është një punë shumë e madhe që bëjmë ne, por edhe këta duhet të ecin paralel për sa i përket shërbimeve që i ofrojnë këtij kryeqyteti, siç e kanë krahasuar që thonë që është kryeqyteti evropian, me mundësitë që krijohen, me rrugët që krijohen, me hapësirat që ka çdo kush, çdo ndërtim që po zhvillon Tiranën, të jenë në proporcion dhe në përgjigje të interesave që kanë edhe vetë shqiptarët qytetarët e Tiranës. E vërtet.
për të vazhduar përgjigjen e pyetjes që unë bët, është dhe elementi tjetër se si ku do të fokusohen, domethënë pjesa e pensionistëve, përmendëm pra çiftet e reja, përmendëm familjet që janë në zgjerim e sipër. Pastaj vjen faza që do të paksohen pastaj, pra është nisemi nga pak, është faza, po jo më pak e rëndësishme, Patjetër. Kur mund ndodh që një pensionist do të investojë dhe zakonisht fokusi i investimit të pensionistëve janë në ambiente të vogla, të menaxhueshme, le të themi në aspektin e mirëmbajtjes, mund të kenë një ndriçim natyral, por patjetër që është gjë e më rëndësishme është që të kenë pra këto shërbime dhe kryesisht shërbimet spitalore për një kujdes shëndetësor, sepse dihet mosha gjithë do vjerë dita që do kemi nevojë për këto. Kështu që fokusi i pensionistave është te këto lloj tipologjisë ose te këto lloj elementesh le të themi. E qartë, kjo është shumë e rëndësishme, dhe e nevojshme që ti përgjigjemi dhe ne ti gjejmë atë se çka është më rëndësishme që ti çojmë në atë ullukun e duhur. Pra pensionistët kërkojnë këtë lloj gjëje dhe ne ti gjejmë më të mirën që t'ia kuptojmë botën e tyre dhe ti përgjigjemi nëpërmjet saj. Gent, për sa i përket fushës real estate u bë vite që është futur në Shqipëri, në botë ka marrë tjetër zhvillim dhe kur flasim me terma të tjera. Fushën që prekëm sot, do në dimensionin e psikologjisë në këtë fushë, si është tek shqiptarët? A ka ndryshuar perceptimi, pra si na shohin ne si agent, se ka qenë edhe ajo paragjykimi ndoshta edhe me drejt, sekserët, do ma fuzi ky, do ma bëj, do ma shesi shtëpinë prap, pa siguri që ne folëm. Si është në tërësi? Në tërësi, fusha e real estate është një treg agresiv në gjitha dimensionet. Ashtu si kundër është dhe në aspektin e psikologjisë. Jo çdo agent ka këto aftësi psikologjike dhe në momentin që dikush nuk mund t'i ketë këto aftësi psikologjike, penalizon dhe atë që i ka. Domethënë, duke qenë një treg agresiv, numri i agentëve është tepër i lartë, por e rëndësishme është që të zgjidhet agenti i duhur, ai që le të themi secili blerës, secili nga ne gjen veten tek ai, tek mënyra se si ai komunikon, tek mënyra se si ai i trajton kërkesat që klienti ka. Po për sa i përket le të themi komunitetit shqiptarëve ose edhe klientëve. Për sa i përket komunitetit shqiptar, si na shohin? Ka ndryshuar ky lloj perceptimi nga vite më para, por mendoj që duhet përsëri shumë punë nga gjithë ne për ta ngritur në një nivel tjetër, le të themi. Këtë lloj pune, këtë lloj roli si në aspektin psikologjik, po edhe në aspektin e shërbimit në terren çdo ditë duke biseduar, duke i dhënë atë shërbimin punën tonë në mënyrë më të mirë. Gent, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij bashkëbisedimi që sollën disa nga pikat e forta dhe unë do ta konsideroj më të rëndësishme për të kuptuar se çka një klient kërkon. Fusha e psikologjisë është një fushë shumë e gjerë, që nuk ka fund dhe ne nuk mbarojmë kurrë sfoluri, por unë të falenderoj për kohën dhe që më dhe mundësinë që të trajtoj këtë temë që aq sa është interesante, aq e rëndësishme, po aq dhe pafund, siç e tham. Edhe vështirë. Miq, ju falenderoj shumë për ndjekjen e kësaj bisede. Uroj që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë plotësuar në ato pikpyetjet që keni. Unë vazhdoj me thirrjen që për çfarë do lloj kurreshtje, kurioziteti dhe paqartësie mund të na shkruani, mund të na komentoni, mund të kontaktoni dhe me Gent Zenelin e keni edhe në rrjetet sociale. Mund të shkruani dhe pse jo edhe për prona dhe pasuri që mund të keni të paluajtshme për t'i trajtuar nga një nga agjentët shembullor që ka Centri 21 Astoria. Ju përshëndes.